Data 22 shkurt. Eksodi, kapitulli 5. Pas kësaj Mojsiu dhe Aroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të kremtoj për mua një festë në shkret e tir. Por Faraoni u përgjigj: Kush është Zoti që unë duhet i bindem zërit të tij dhe ta lë Izraelin të shkojë? Unë nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për ta lënë Izraelin të shkojë. Atëherë ata i thanë: Perëndia i hebrejve na doli përballë. Tani na lër të ecim 3 ditë me radhë në shkret e tij që do bëjmë një flijim për Zotin, që është Perëndia ynë, që ai të mos na godas me mortaj ose me shpatë. Mbreti i Egjiptit u tha atyre: Pse vallë Mojsiu dhe Aroni e largojnë popullin nga puna e tij? Kthehuni në mundimet tuaja. Faraoni tha përsëri: Ja, tani populli i vendit është i shumët, dhe ju doni që ai të ndërpres mundimet e tij. Kështu po atë ditë Faraoni i urdhëroi shtypësit e popullit dhe kryeintendentët e tij duke thënë: Mos i jepni më kasht popullit për të bërë tulla si më parë. Le të shkojnë ata vetë të mbledhin kashtën. Por i detyroni të prodhojnë të njëjtën sasi tullash që bënin më parë pa asnjë paksim, sepse ata janë përtac dhe për këtë arsye ata përtasin duke thënë: Të shkojmë të bëjmë fli për Perëndin tonë. I mbingarkoni me punë të rënda këta njerëz dhe ata kryen pa u vënë veshin fjalëve mashtruese. Atëherë shtypësit e popullit dhe kryeintendentët e tij dolën dhe i thanë popullit: Kështu thot Faraoni: Unë nuk do t'ju jap më kasht. Shkoni vetë ta gjeni kashtën ku mund të jetë, sepse puna juaj nuk do të paksohet as pak. Kështu populli u shpërnda në të gjithë vendin e Egjiptit për të mbledhur kallamishte në vend të kashtës. Dhe kontrollorët i nxisnin duke thënë: Përfundoni punën tuaj çdo ditë si në kohën kur kishte kasht. Dhe kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit, të caktuar mbi ta nga kontrollorët e Faraonit, i rrahën dhe i pyetën: Pse nuk e keni përfunduar dje dhe sot si më parë sasinë e caktuar të tullave? Atëherë kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit erdhen për të protestuar te Faraoni duke thënë: Pse sillesh kështu me shërbëtorët e tu? Nuk u jepet më kasht shërbëtorëve të tu dhe na thuhet bëni tulla. Dhe ja, shërbëtorët e tu i rrahin për faj është i popullit tënd. Atëherë ai u përgjigj: Jeni përtac, shumë përtac. Për këtë arsye thoni të bëjmë fli për Zotin. Shkoni pra të punoni. Nuk do t'ju jepet kasht, por do të dorëzoni po atë sasi tullash. Kryepunëtorët e skuadrave të bijve të Izraelit u bindën se i gjeti halli, sepse u thuhej: Mos e paksoni në asnjë mënyrë numrin e caktuar të tullave për çdo ditë. Pastaj si dolën nga Faraoni takuan Mojsiun dhe Aronin që po i pristin, dhe u thanë atyre: Le t'i hedh syt Zoti mbi ju dhe le të gjykojë, sepse na keni bërë të urryer në sytë e Faraonit dhe në sytë e shërbëtorëve të tij, duke vënë në duart e tyre shpatën për të na vrarë. Atëherë Mojsiu u kthye te Zoti dhe i tha: O Perëndi, pse e futën në halle këtë popull? Pse pra më dërgove? Sepse qysh prej ditës që shkova te Faraoni për t'i folur në emrin tënd, ai ka bërë të keqe këtij populli dhe ti nuk e çlirova as pak popullin tënd. Luka, kapitulli 8. Dhe pas kësaj, ndodhi që ai shkonte nëpër qytete dhe fshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë, dhe me të ishin të 12-tët, edhe disa gra të cilat ishin shëruar nga frymrat e liga dhe nga sëmundjet. Maria, e quajtur Magdalen, prej së cilës patën dalë 7 demon, dhe Joana, gruaja e Kuzës, administratorit të Herodit, dhe Suzana dhe shumë të tjera të cilat i shërbyen atij me gjithë ç'kishin. Por kur u mblodh një turme e madhe dhe i erdhen nga çdo qytet, Jezusi tha përmes një shëmbëltyre: Mbjellësi doli të mbjell farën e vet. Dhe ndërsa po mbjellte, një pjesë rap gjatë rrugës u shkel dhe zogjtë e qiellit e hëngrën atë. Një pjesë tjetër ra në shkëmb, dhe sapo mbiu, u tha, duke mos patur vlag. Dhe një pjesë tjetër ra ndër ferra. Ferrat mbin bashkë me të dhe azun frymën. Dhe një pjesë tjetër ra në dhe të mirë, mbiu dhe dha fryt 100 fish. Si tha këto gjëra thirri: Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Por dishepujt e vet e pyetën duke thënë: Çfarë kuptimi kishte ajo shëmbëltyr? Dhe ai tha: Juve ju është dhënë të njihni misteret e mbretërisë së Perëndisë, por të tjerëve me anë të shëmbëltyrave që ata duke parë të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë. Ky është kuptimi i shëmbëltyrës. Fara është fjala e Perëndisë. Por ata përgjatë rrugës janë ata që e dëgjojnë. Pastaj vjen djalli dhe ua merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Ata mbi shkëmb janë ata që kur dëgjojnë e presin fjalën me gëzim, por ata nuk kanë rrënjë, besojnë për një farë kohe, por në kohën e tundimit tërhiqen. Pjesa që ka rënë ndër ferra janë ata që e dëgjuan fjalën, por u azën frymën shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e jetës dhe nuk arrin të piqen.
Por pjesa që ranë dhe të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me durim. Askush pra kur e ndez llampën nuk e mbulon me një enë ose e fut në shtrat, por e vë mbi mbajtësen e vet që ata që hyjnë të shohin dritë. Sepse nuk ka të fshetë që nuk do të zbulohet, as sekret që të mos njihet dhe të dalë në dukje. Prandaj tregoni kujdes se si dëgjoni, sepse atij që ka do t'i jepet, kurse atij që nuk ka do t'i hiqet edhe ajo që ai kujton se ka. Por nëna dhe vëllezërit e tij erdhën tek ai dhe nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës. Dhe nga disa i ishte thënë: "Nëna jote dhe vëllezërit e tu janë jashtë dhe duan të shohin." Por ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë." Dhe në një prej atyre ditëve ndodhi që Jezusi hipi në një bark bashkë me dishepujt e vet dhe u tha: "Të kalojmë në bregun tjetër të liçenit." Dhe ata u larguan nga bregu. Por ndërsa po lundronin, e zuri gjumi. Dhe një furtunë ra mbi liçen, aq sa barka po mbushej dhe ishin në rrezik. Atëherë ata erdhën e zgjuan dhe i thanë: "Mjeshtër, mjeshtër, po mbytemi." Por ai u ngrit, e qortoi erën dhe tërbimin e ujit, dhe ata pushuan dhe u bë bunac. Dhe Jezusi u tha atyre: "Ku është besimi juaj?" Dhe ata të friksuar mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: "Vallë, kush është ky që urdhëron edhe erat dhe ujin dhe ata i binden?" Pastaj lundruan drejt krahinës së Gadarenasve që ndodhet përballë Galiles. Dhe porsa Jezusi zbriti në tokë, i doli përpara një burr nga ai qytet, i cili prej shumë kohësh ishte pushtuar nga demonët, nuk vishte rroba, nuk rrinte në shtëpi, por ndër varreza. Kur e pa Jezusin, lëshoi një brit, ju hodh ndër këmbë dhe tha me zë të lartë: "Çka midis meje dhe teje, Jezus, biri i Perëndisë më të lartë? Të lutem, mos më mundo." Sepse Jezusi po jepte urdhër frymës së ndyrë të dilte nga ai njeri, sepse shumë herë e kishte pushtuar dhe e kishin lidhur me zinxhire me pranga dhe e ruanin, dhe ai i kopuste prangat dhe shtyhej prej demonit në shkretëtira. Dhe Jezusi e pyeti duke i thënë: "Si e ke emrin?" Dhe ai u përgjigj: "Legjion", sepse shumë demon kishin hyrë në të. Dhe ata e lutën të mos i urdhëronte të shkonin në humner. Dhe aty ishte një tufë e madhe derrash që kullotnin në mal. Dhe këta demon ju lutën t'i lejonte të hynin në ta. Ai i lejoi. Dhe demonët dolën nga ai njeri, hyn të derrat dhe ajo tufë u turr nga gremina në liçen dhe u mbyt. Kur pan ç'të ndodhi, ata që kullotin derrat morën narratin dhe e quan lajmin në qytet e në fshatra. Atëherë njerëzit dolën për të parë ç'kishte ndodhur dhe erdhën te Jezusi dhe gjetën atë njeri nga i cili kishin dalë demonët, të ulur të këmbët e Jezusit, të veshur dhe me mendje në rregull, dhe patën frikë. Ata që e kishin parë ngjarjen, u treguan atyre si ishte shëruar i demonizuari. Atëherë gjithë popullsia e krahinës së Gadarenasve i kërkoi Jezusit të largohej prej tyre, sepse i kishte zënë një frikë e madhe. Dhe Jezusi hyri në bark dhe u kthye prapa. Por njeriu prej të cilit dolën demonët ju lut të rrinte me të. Por Jezusi e përcolli duke i thënë: "Ktheu në shtëpinë tënde dhe trego sa bëri Perëndia për ty." Dhe ai shkoi anë mban qytetit duke treguar sa bëri Jezusi për të. Dhe ndodhi që kur Jezusi u kthye, turma e mirëpriti, sepse të gjithë ishin duke e pritur. Dhe ja, erdhi një njeri me emër Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Dhe ai i ra ndër këmbë Jezusit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij, sepse ai kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçe, dhe ajo po vdiste. Ndërsa ai po shkonte atje, turma po shtyhej rreth tij. Dhe një grua që kishte një rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh dhe kishte shpenzuar ndër mjek gjithçka ajo kishte, pa mundur që të shërohej nga asnjëri, ju afrua nga pas dhe i preku cepin e rrobës së tij, dhe në atë çast ju pre rrjedhja e gjakut. Dhe Jezusi tha: "Kush më preku?" Pasi të gjithë e mohuan, Pietri dhe ata që ishin me të thanë: "Mjeshtër, turmat po të shtyhen dhe po të ngjeshin dhe ti thua kush më preku?" Por Jezusi tha: "Dikush më preku, sepse e kuptova që një fuqi doli prej meje." Atëherë gruaja, duke parë se nuk u fshet dot, erdhi duke u dridhur dhe i ra ndër këmbë dhe i tregoi në prani të gjithë popullit përse kishte prekur dhe si ishte shëruar në çast. Dhe ai tha: "Merr zemër bi, besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe." Ndërsa ai vazhdonte të fliste, erdhi një nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha: "Vajza jote vdiq, mos e shqetëso mësuesin." Por Jezusi mbasi i dëgjoi këto i tha: "Mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë." Por si arriti në shtëpi nuk la asnjëri të hyjë përveç Pietrit, Jakobit dhe Gjonit dhe atin e nënën e vajzës. Por të gjithë qanin dhe vajtonin. Por ai tha: "Mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po fle." Dhe ata e përqeshnin duke e ditur se kishte vdekur. Por ai, mbasi i nxorri jashtë të gjithë, e kapi për dorë dhe thirrri duke thënë: "Vajzë, çohu." Dhe asaj u kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua.
Pastaj Jezusi urdhëroi që t'i jepnin të hante, dhe prindërit e saj mbetën të habitur, por Jezusi i porositi të mos i thoshin kurrkujt për ngjarjen. Jobi, kapitulli 22. Atëherë Elifazi nga Temani u përgjigj dhe tha: A mundet vallë njeriu t'i sigurojë në një përfitim Perëndis? Me siguri i urti i sjell përfitim vetvetes. Çfarë kënaqësie ka prej saj i plot fuqishmi në rast se ti je i drejtë, ose çfarë përfitimi ka në qoftë se ti ke një sjellje të ndershme? Mos vallë nga frika që ka prej teje ai ndëshkon dhe hyn në gjyq me ty? Apo ka gjas më shumë se kjo ka si shkak ligësinë tënde të madhe dhe fajet e tua të shumta? Pa arsye në fakt ti merrje pengje nga vëllezërit e tu dhe i zhvishje të zhveshurit nga rrobat e tyre. Nuk i jepje ujë të lodhurit dhe i refuzoje bukën të urriturit. Toka i përkiste njeriu të fuqishëm dhe banonte në të njeriu i nderuar. E ktheje gruan e ve me duar bosh dhe krahët e jetimëve ishin të këputur. Japse je rrethuar kudo nga leqe dhe drithma të papritura të turbullojnë, ose një errësirë nuk të lejon të shikosh dhe një vërshim ujë të përmbyt. A nuk është Perëndia lart në qiejt? Shiko yjet e larta, sa lart ndodhen. Dhe ti thua çfarë di Perëndia, a mund të gjykojë nëpërmjet territ të dendur? Re të dendura e mbulojnë dhe kështu nuk mund të shikojë dhe shëtit mbi kupën e qiejve. A dëshiron ti të ndjekësh rrugën e lashtë të përshkruar prej kohe nga njerëzit e këqij që e quan larg para kohe dhe themelin e të cilëve e mori një lumë që vërshonte? Ata i thoshin Perëndis: largohu nga ne. Çfarë mund të na bëjë plot fuqishmi? Megjithatë Perëndia ua kishte mbushur shtëpit me të mira, por unë u rri larg këshillave të babezëve. Të drejtet e shohin këtë dhe gëzohen dhe i pafajmi tallet me ta. Po me siguri armiqtë tanë përshkatërrohen dhe zjarri po përpin atë që mbetet. Pajtohu pra me Perëndin dhe do të kesh siguri, kështu do të kesh mirëqenie. Prano udhëzime nga goja e tij dhe shtjeri fjalët e tij në zemrën tënde. Në rast se kthehesh tek i plot fuqishmi, do të rimëkëmbesh. Në qoftë se largon pa udhëzim nga çadrat e tua dhe hedh ari në pluhur dhe ari në ofirit ndër gurët e porrojt, atëherë i plot fuqishmi do të jetë ari yt, thesari yt për argjendi. Sepse atëherë do të gjesh kënaqësinë tënde tek i plot fuqishmi dhe do të ngresh fytyrën në drejtim të Perëndis. Do t'i lutesh dhe ai do të plotësojë dëshirën dhe ti do të realizosh kushtet që ke lidhur. Do të vendosësh një gjë dhe ajo do të dalë mbar dhe mbi udhën tënde do të shkëlqejë drita. Kur do të poshtërojnë ti do të thuash: ngritja do të vi. Ai do të përkratë për ulurin dhe do të çlirojë edhe atë që nuk është i pafajshëm. Po, ai do të çlirohet nga shkaku i pastërtisë së duarve të tua. 1 Korintasve, kapitulli 9. As jam apostull, as jam i lirë, po a nuk e pash Jezu Krishtin Zotin ton? A nuk jeni ju vepra ime në Zotin? Në qoftë se për të tjerët nuk jam apostull, së paku për ju jam, sepse vula e apostullimit tim jeni ju në Zotin. Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë. Vallë, a nuk kemi edhe ne të drejtë të hamë të pim? Vallë, a nuk kemi edhe ne të drejtë të marrim me vete një motor në besim për grua, sikurse edhe apostujt e tjerë dhe vëllezërit e Zotit edhe Kefa? Apo vetëm unë dhe Barnaba nuk kemi të drejtë të mos punojmë? Kush vallë shkon në luftë me shpenzimet e veta? Kush mbjell vresh dhe nuk ha nga fryti i tij? Ose kush kullot një tufë dhe nuk ha nga qumshti i tufës? Vallë, a i them këto si njeri? A nuk i thot këto edhe ligji? Sepse në ligjin e Mojsiut të shkruar: mos ja lidh gojën kaut që shin. Vallë, a kujdeset Perëndia për qetë? Apo e thot këtë veçanërisht për ne? Sepse për ne u shkrua se kush liron duhet të lirojë me shpresë dhe kush shin duhet të shi me shpresë, që të ketë pjesë në shpresën e tij. Në qoftë se mbollëm ndër ju gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale? Në qoftë se të tjerë kanë pjesë në këtë të drejtë mbi ju, a nuk do ta kishim ne shumë më tepër? Po ne nuk e përdorëm këtë të drejtë, por durojmë çdo gjë për të mos i vënë ndonjë pengesë ungjillit të Krishtit. Nuk e dini ju se ata që kryen shërbesën e shenjtë han nga gjërat e tempullit dhe ata që shërbejnë pranë altarit marrin pjesë nga të mirat e altarit? Kështu edhe Zoti urdhëroi që ata që shpallin ungjillin nga ungjilli të rrojnë. Por unë të gjitha këto nuk i përdora as nuk i shkrova, që kështu të më bëhet, sepse për mua është më mirë të vdes se sa dikush ta bëj të kot të mburrurit tim. Sepse në qoftë se unë shpall ungjillin, s'ka pse të mburrem, sepse kjo është një nevojë që më është ngarkuar, por mirë unë, po nuk shpalla ungjillin. Sepse nëse e bëj këtë me dëshirë kam një pagë, por nëse e bëj pa dëshirë mbetet përsëri një detyrë që më është besuar. Cila pra është paga ime?
që duke shpallur ungjillin ta paraqes falas ungjillin e Krishtit pa e përdorur për keq të drejtën time në ungjillin. Sepse ndonë se jam i lirë nga të gjithë, e bëra veten time shërbëtor të gjithëve që të fitoj sa më shumë njerëz. Dhe ju bëra judejve si jude që të fitoj judejt, atyre në ligj si në ligj që të fitoj ata që janë në ligj, atyre që janë pa ligj si një që është pa ligj, por jo duke qenë pa ligjin e Perëndis, por në ligjin e Krishtit që të fitoj ata që janë pa ligj. Ju bëra të dobtëve si një i dobët që të fitoj të dobtit, të gjithëve u bëra gjithçka që me çdo mënyrë të shpëtoj disa. Por këto e bëj për shkak të ungjillit që të bëhem pjesëtar i tij. A nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium, vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e merr çmimin? Vraponi në mënyrë që ta merrni. Dhe kushdo që merr pjesë në garë e përmban veten në të gjitha. Ata pra për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që nuk prishet. Unë pra, kështu vrapoj, jo sikur jam në pasiguri. Kështu luftoj me grusht, jo sikur rraherën. Madje e mundoj trupin tim dhe e nënshtroj se mos pasi tu kem predikuar të tjerëve të bëhem për të hedhur poshtë.